Celuliti është një sëmundje e pakëndshme, estetike dhe e dhimbshme e indeve dhe e qelizave nën lëkurë. Prek më së shumti femrat, rreth 10% e tyre, ndërsa tek meshkujt është në mënyrë të papëllëfishme, pothuajse 0,1%. Në fakt nuk është problem i dhjamit ose i qelizave dhjamore, po është problemi i indit lidhor që rrethon këto qeliza dhjamore, që quhet kolagjen dhe elastin, siç kemi folur edhe më parë. Janë 5 lloje celulitesh. I pari është ai që është tek ijet edhe në fund shpinë ose te të dhënjurat. I dytë është kur kjo shtohet deri ke gjuri. Lloji i tretë i celulitit është kur shtohet deri ke noçka e këmbës. Lloji i katërt është kur prek shpatullat, krahët dhe parakrahët. Dhe lloji i pestë është shumë i rrallë kur është vetëm nga gjuri deri ke noçka e këmbës. Prek në mënyrë simetrike të dyja pjesët e trupit, të dyja gjymtyrët. Çfarë është kjo gjendje? Si krijohet, kush e dëmton dhe si të menaxhohet me sukses? Dhe pothuajse fala, si gjithmonë ju kam thënë, si gjithë sëmundjet e tjera në videot para ardhshme. Përshëndetje miq, unë jam Vali dhe sot do zbërthejmë nga ana mjekësore dhe fiziologjike shkakun e vërtet të këtyre rrullave të anësive, të këtyre të gjymtyrëve, si ta trajtojmë me sa më shumë efektivitet dhe sukses. Gjithmonë, nëse ne kuptojmë shkakun, do ta kemi më të lehtë trajtimin dhe shërimin në çdo problem shëndetësor. Keni kujdes nga rekomandimet e egzageruara për të bërë kirurgjira të rrezikshme, trajtime me krema të shtrenjta, ose ushqime dhe dieta toksike, pavarësisht se tingëllojnë sikur janë të shëndetshme, si për shembull lëgje perimesh, lëgje frutash, barishte të ndryshme, suplemente të shtrenjta, përdorimi i aparaturave ose SPA-ve, sepse mund të shkaktojnë dëme të vazhdueshme dhe në vend të ndihmojnë mund të përkeqësojnë këtë gjendje ose këtë lloj sëmundje. Nëse subscribe në këtë kanal, me fjalë, dhe më ndiqni duke zbatuar këto këshillat që unë jap në çdo lloj video, do të ndjeni shumë i mirë nga dhimbja, po edhe nga pamja e lëkurës në këto zona, sidomos tani që jemi pranë sezonit të plazhit. Sa për një sqarim edhe për personelin mjekësor, termin celulit. Celuliti është janë 3 lloje celulitesh. Ndryshe quhet edhe lipedema. Lipi thon dhjamit, edema i thon endjes. Endja e dhjamit. Në fakt nuk është e vërtetë. Këto 3 terma që përdoren më tepër është celuliti. Në fakt celuliti si fjalë celulitis është inflamacioni i enëve të gjakut nën lëkurë. Lipedema është endje e anësive, sepse dhjami zmadhohet dhe ngecet nga kolagjeni, nga endi lidhor, dhe limfedema. Limfedema është kur sistemi limfatik, ai që tërheq lëngun ndërmjet qelizave, nuk funksionon mirë, dhe nuk kemi ngecje të lëngut në këtë. Pra, do flasim pra të gjendje që ne quajmë celulitesh në gjuhën e përditshme, kur lëkura duket me atë formën, atë teksturën si e rrudhur ose si e deformuar me gropza të vogla edhe të shumta, sidomos po që se e kapim mishin në këtë mënyrë, do duken ato gropzat e vogla. Kolagjeni ndodhet kudo në trupin tonë dhe rreth pothuajse çdo lloj qelize, kudo, gjithandej. Është indilidhor. Ai lidh dhe ruan strukturën e qelizave, ndaj dhe quhet indilidhore. Janë pikërisht qelizat dhjamore ato të cilat prodhojnë ose kolagjenin, por në formën pararendëse të kolagjenit quhen fibroblaste, i cili ky fibroblast pastaj shndrohet në qelizë kolagjene ose në kolagjen. Dhe më pak kemi ato përbërëse të tjera glikoproteina ose glikozamin glykan, që janë matriksi ose pjesa përbërëse ndërmjet dy qelizave, ndërmjet shumë qelizave, intraqelizare. Pamja normale dhe e një trajtshme e lëkurës tregon se kemi një prodhim normal të kolagjenit ose të këtyre fibroblasteve. Por në rastet kur kemi mbi prodhim të kolagjenit ose të këtyre fibroblasteve dhe do kemi rritje të estrogjenit tek femrat. Kemi rritje të estrogenit, atëherë ka rrezik që ky mund të kthejë këto fibroblastet në miofibroblaste dhe pastaj në kolagjen fibrotik. Pra, në termi kolagjen fibrotik besoj e kuptoni kur kemi fibroz ose fibër, bëhet si fibër, bëhet e ngurtë, bëhet e fortë, është e shtangët, e ngurtësuar.
Sidomos kjo mund të ndodhë në dhjamin visceral, dhjami brenda zorëve të barkut, dhe prandaj është e vështirë për shumë njerëz që mund të dobësohen gjithandej, po brenda ke barku uri çik më i madh, me fjalë, ajo që asnjëri nuk e pëlqen. Kjo ndjeshje ose zënje e hapësirë nga ky lloj kolagjeni e para do ngushtoj këto enët limfatike. Siç u thash, sistemi limfatik është ai që heq enët e gjakut, duke lënë atë lëngun ndërmjet qelizave aty brenda, si tip mikropellgaqeve, mikropellg të vegjël, si pellg, po me ujë të ndënjur edhe të turbullt, tashmë nuk ikët dot, nuk riciklohet, nuk pastrohet dot. Gjithashtu edhe këto qelizat duke ngjeshur me njëra tjetrën, do të ngjeshnin ato mikrokapilarët e të gjakut, të cilat furnizojnë qelizat dhjamore, duke vërtetësuar furnizimin e këtyre qelizave me oksigjen dhe mos lejimin e çlirimit të energjisë së tepërt nga këto qeliza dhjamore. Pra qelizat dhjamore janë të rrethuara, janë të izoluara. Kur këto qeliza dhjamore nuk marrin shumë oksigjen, çfarë do bëjnë? Do krijohet ishemi. E keni termin ke ishemia e zemrës, po ishemia si term në përgjithësi është për gjithë trupin, është kur kemi mungesë të oksigjenit. Duke pasur mungesë oksigjeni dhe në kushtet e ishemisë, siç thash, këto qeliza dhjamore do të shërojnë toksina, citokina, helme të vogla, alarmuese në qarkullimin e gjakut për të kërkuar ndihmë, për të kërkuar zgjidhje. Dhe ky çlirimi i këtyre toksinave quhet inflamacion kronik. E keni dëgjuar fjalën inflamacion kronik, besoj. Pra duke krijuar inflamacion kronik, inflamacioni kronik është një nga 3 arsyet kryesore të cilat krijojnë rezistencë ndaj insulinës. Po ashtu, e treta, mbaresat, çdo nervat pothuajse prekin çdo qelizë në trupin tonë, këto me mbaresat nervore. Gjithashtu këto qeliza duke u ngjeshur, duke u zmadhuar, do të japin ngjeshje të këtyre qelizave nervore. Edhe me anë të citokinave, që do japin alarm ke nervat, po edhe duke i ngjeshur. Dhe duke i ngjeshur, nervi do japi ndjenjën e dimjes. Sidomos kur e prekim ose kur pickojmë ose në mënyrë të ngadalshme do lëkurë, do ta ndjejmë menjëherë. Kemi qelizat dhjamore duke mos u furnizuar me gjak, sepse kapilarët janë ngjeshur, mund të edhe të vdesin. Ajo quhet apoptoza. Dhe këto do të fillon të kalben brenda dhjamit, dhe këto mikrokalbje mund të shkaktojnë edhe atë një farë ere të keqe të lëkurës. Arsyeja kryesore pse ndodh celuliti ka të bëjë me metabolizmin dhe me insulinën. Sepse insulina e lartë në gjak, pra marrja e ushqimit me karbohidrate rrit insulinën, insulina e lartë në gjak, detyra e insulinës është domosdoshmë që të shtojë, të zmadhojë, të rrisë, nuk lejon shumim. Pra çfarë do kemi zmadhim të qelizave. Qelizat dhjamore shtojnë pothuajse 20 herë në masë. Gjithë qelizat e tjera trupit 1.5 herë, qelizat dhjamore rriten 20 herë, por nuk rriten si tullumbace. Ato rriten në një mënyrë të deformuar ku të gjejnë vend rreth njëra tjetrës. Pra ngjeshin shtym njëra tjetrën tërkohës, duke bllokuar, siç e thash, edhe enët e gjakut, edhe nervat, edhe ujin, lëngun intersticial ndërmjet qelizave. Duke deformuar këto zonën me njëra tjetrën, ato do deformojnë dhe indin kolagjen ose kolagjenin. Dhe ky kolagjen do të duket, dhe kjo pamje do të duket si relief nga jashtë, edhe me sy të lirë të mund ta shikosh kur ecim ose kur lëvizim ose kur e kapim lëkurën në këtë mënyrë, do krijojnë ato gropsat e vogla, siç e thash, pikërisht sepse kolagjeni ka ngrirë. Nuk o bën atë punën e tij. Ky ngurtësim i kolagjenit do ndodh edhe ndërmjet qelizave, po edhe ndërmjet fasciave. Nëse keni parasysh ato, çdo muskull ndahet ndërmjet me tip qeska ose fascie nga njëra tjetra, dhe këto fascie do ngelen të ngurtësuara dhe do krijojnë ato relievet brenda tyre, sepse do rriten qelizat dhjamore. Shkaqe të tjera pse ndodh kolagjeni ose çrregullimi i prodhimit të kolagjenit janë kur kemi inflamacione diku tjetër në trup, inflamacion të shpeshtë të herpaseshëm, sepse do krijojë insulinë ndaj rezistencës, edhe më radhështë gjenetike. Ndodh më shpesh tek femrat për shkak, siç u thash, ke estrogeni, dhe më theksuar ndodh kur është ky ostrogeni i lartë, është kur kemi pubertet në shtatzani dhe më radh në menopauzë. Sa më shumë
ke ferma sa më shumë qeliza djamore të kemi, aq më shumë do kemi atë enzimën aromatase, siç u thash, e cila shndërron testosteronin në estrogen. Dhe sa më shumë estrogen, do prodhohet më shumë estrogen, do prodhohet më shumë fibroblaste, pra qeliza djamore duke u rritur, tentojnë të prodhojnë më shumë fibroblaste sepse i duhet më shumë kolagen, janë në proporcion aritmetik, si më thënë, dhe por duke qenë më shumë në numër ose në vlerat e larta estrogeni, nuk do kthej fibroblastet në kolagen, po do kthej fibroblastet në miofibroblaste dhe këtë kolagen ta kthej në jo në kolagen normal, po në kolagen, siç u thash më parë, kolagen fibrotik, i ngrirë ose i ngurtësuar, jo elastik. Disa meshkujt janë më të mbrojtur zakonisht për shkak të testosteronit të lartë, i cili prodhon më shumë qeliza muskulore dhe pengon krimin e celulitit. Te burrat mund të ndodhë në celulitit, por kur ata shëndoshen shumë, sepse duke pasur shumë qeliza djamore, do kenë më shumë enzimën aromatase, më shumë testosteron, dhe kjo testosteron do kthehet pastaj në estrogen. Kam folur dy video më para për infertilitetin ke meshkujt dhe infertilitetin ke femrat, kush është problemi i insulinës, testosteronit dhe estrogenit. Mund të ndiqni këto, ja po postoj tu anash si foto. Po të regjistroni dhe po të shkoni mbrapsht, do të kërkoni, mund të ndihmoni këdo që kanë probleme me infertilitetin ke meshkujt dhe edhe ke femra. Dhe mënyra si të zgjidhim në mënyrë metabolike, sepse janë probleme metabolike, janë probleme të insulinës. Kalem ke 10 mënyra se si të, ose 10 këshilla si të mund të shërojmë, ose si të mjekojmë, ose si të trajtojmë celulitin, me fjalë. E para, siç u thash, problemi kush është insulina. Insulina e lartë, insulina jashtë kontrollit. Insulina rritet kur ne ham karbohidrate, fruta, duhet të heqin gjithë këto ushqime do që nxisin prodhimin ose rritjen e insulinës. Në këtë mënyrë, duke ulur insulinën, ne do lejojmë qelizat djamore të çlirojnë. Pra insulina çfarë bën, është gardian. Edhe fut ushqim brenda në qelizë, po edhe nuk e lë të dalë jashtë. Duke ulur insulinën, pra duke mos marrë ushqime me karbohidrate, do ulim insulinën, qeliza do ndjehet e lirë dhe do të çlirojë energjinë e tepërt. Duke çliruar energjinë e tepërt, do të zvogëlohet. Duke zvogëluar, do lëshoj hapësirën ndërmjet qelizave, sistemi limfatik do thith lëngun e keq, entë gjakut do furnizojnë qelizat, nervat do heqin atë ndjenjën e dhimbjes dhe po ashtu qeliza djamore duke u zvogëluar nuk do prodhojë shumë fibroblaste dhe kolagen sepse nuk i duhet. Sa më e madhe, aq më shumë i duhet kolagen, sa më e vogël, aq më pak i duhet kolagen. Dhe do rregullohet ajo tekstura, si thash, ose ajo pamja e lëkurës. E dyta, duhet kontrolloni, bëni kontrollon gjaku, analizë gjaku për të parë estrogenet. Nëse estrogenet janë mbi vlera normale, siç u thash, do të kemi, siç u thash, ato prodhimin të egzageruar të këtyre fibroblasteve që i shndrojnë në miofibroblaste. Pra nuk është se estrogenin është i rritur ke femrat, luan atë fazën e tyre të zakonshme, por dohën kur është i rritur në mënyrë ekstreme, do të fjalë, ai mund të shndrojë fibroblastet në miofibroblaste dhe në kolagen fibrotik ose në celulit. Përdorni elastik shtrëngues ose çorape ose tip në formë stretchesh, gjithçka që shtrëngon ose që mban të shtrënguar këmbët, sidomos. Mund të kërkoni në Amazon, ka lloj të ndryshme, me fjalë, po që ndihmojnë sepse japin mundësi dohën që të hiqet, të largohet lëngu intersticial nga sistemi limfatik. E katërta, mund të mësoni masazh profesional, nëse keni lek në fizioterapi, ose nëse jo, shikoni disa video në YouTube. Ua kam thënë edhe më para, trajnoni bashkëshortët, me fjalë, 10-15 minuta masazh në të gjitha të zonën, me fjalë, është shumë ndihmuese. Ka dhe ca, do të se tip masazhuese në internet kam parë që janë me disa 10-15 si tip topa pipongu, me fjalë, me elektrike, dhe i vë kudo me gjithë ato këmbët, pjesën e tyre, dhe bën masazh tërkohës. Është shumë ndihmuese, jashtëzakonisht. Ka lloje të ndryshme, siç e thash, kërkoni vetë dhe besoj të dini. Merrni vitamin D3 dhe selenium, sepse janë antioksidant.
E si që thash, në rastin e celulitit ose lipedemës, ne kemi inflamacion, tërkohës lëshohet inflamacion. Ose vetë ajo lëshon inflamacion, ose diku tjetër ka inflamacion dhe jep pasoja në atë zonë. Inflamacioni shkakton stres oksidativ, oksidimin ose reactive oxygen species, si që kam thënë. Janë të gjitha të dëmshme. Vitamina D3 dhe seleniumi ndihmon që janë antioksidantë shumë të fuqishëm. Në raste të rënda, unë nuk e rekomandoj, por në raste të rënda kur janë rezistent këtyre trajtimeve dhe e shikoni edhe që nuk punojnë në mënyra të tjera, rekomandohet liposuction që quhet, ose heqja e këtij djamit me anë të shiringave. Nuk është zgjidhje, po që përdoret shumë rrallë. Është në listë. Siç u thash, terapia me dridhje ose me vibrim, siç u thash, në këto rastet ndihmojnë nervat edhe muskujt që të kontraktohen tërkohës dhe mjafton që të heqë atë lëngun i cili do vazhdo i ndënjur në këtë hapësirë, krijon atë shtangësi. Gjithashtu përdoret jo në shtëpi, po me ultrasound, është terapia që bëhet vibrimi po në thellësi, sepse si thash, në disa vende të trupit tonë me fjalë ky endi djamor është shumë i trashë. Edhe ndihmon sepse zbut kolagjenin, i jep elasticitet, i jep mundësi të qelizave ta heqin të kolagjen të fibrotik ose të prodhojnë kolagjen të mirë. Ulja në totale e peshë, çdo lloj mënyre që ju ndihmoni të uleni në peshë, do të zvogloj qelizat djamore, do të ulet inflamacioni, do ulet tekstura, do ulet ajo pamje. Tjetër çfarë do të thosha unë është agjërimi gjatë, 18-24 orë. Do t'jap mundësinë të prodhoni ketonet. Siç e kam, ketonet janë mjeku im për gjithçka, me fjalë. Janë anti-inflamatore, janë antioksidative, rregullojnë gjenet në bërtham në mënyrë që të mos prodhojnë qelizat djamore. Bërthami e qelizave djamore të mos prodhojë më fibroblaste dhe mos i kthej ato nga fibroblaste në miofibroblaste dhe në kolagjen fibrotik. Pra është një rregullues ose një kontrollues. Mirë, të nderuara gra dhe vajza, si gjithmonë më duhet t'ju kujtoj se shëndeti juaj është në dorën tuaj dhe se ju jeni mjekja e vetvetes. Unë do të ndaj me ju gjithmonë rrugën më të lehtë, më të kuptueshme, më të shëndetshme dhe më të lirë dhe falas fare, siç që kam thënë, në mënyrë që të arrini të përmirësoni, të shëroheni me fjalë në 80% të gjithë këtyre sëmundjeve që ne njohim deri më sot. Shpërndani këtë video me këdo që ju doni të ndihmoni dhe mos harroni të pëlqeni ose regjistroni ose subscribe në këtë kanal, sepse është falas. Ju uroj një ditë të mbarë dhe mirupafshim në video në ardhshme.